Po nuk kemi një arkitekt që pajton studiot tuaja gjithmonë qeveria shtetit. Pyetje interesante dhe po e lidh vetë. Kemi, pra patjetër që kemi. Patjetër që kemi. Pra, unë po të them diçka që më kujtua që është qesharake dhe tragjike, jo, po të shpjegoj unë, por po i bëj një lidhje me dikë, ndoshta më tha sot apo dje. Dëgjova tha për atë prapë që thoshte arkitektë huaj po bëjnë këtë projekt, huaj këtë, huaj atë, gjithë huaj i dashka këtu tha. Po pse nuk na sjell një kryeministër tuaj ne? Të lutem thash. Pse tani e kupton paradoksin, tani shiko. Se gjitha projektet janë me pagesa. Po pra, me pagesa janë gjitha. Ndërkohë, dhe unë këtë kam thënë dhe për projekte të tjera me interes të madh publik, ti mund të kesh dhe projekte me konkurs të hapur pa pagesë. Që pra, pse këtë e di vetëm kryeministri, pra pse vikan merr gjithmonë arkitekt huaj, e di vetëm ai, por kjo nuk është për shkak të mungesës së arkitektëve shqiptar, në asnjë mënyrë. Ke arkitekt në Shqipëri që mendoj se janë vërtet në nivel të shkëlqyer, që janë formuar këtu apo janë formuar jashtë, nuk ka rëndësi, por janë arkitektë shqiptar që jetojnë këtu sot. Mirë ata që jetojnë këtu sot, por ti mund të kishe një privilegj se ke shumë shqiptar shpërndarë nëpër botë, ti afroje dhe ata. Po pra, mund të afroje dhe ata, por jo, unë mendoj se kjo është e gjitha një skem e mirë menduar për të justifikuar vjedhje të mëdha që bëhen. Që do të thotë, në qoftë se në një projekt po shënohet që po paguhen miliona vetëm për projektin, e ke më të lehtë ta justifikosh me një studio të madh ndërkombëtare, se sa ta justifikosh me dikë këtu në Shqipëri, se patjetër do të paguash me ato, se ai do vi që andej kanë nivelin e tesës më të lartë, do të paguar më shumë ata, kështu që prestigji se ka punuar në filan vend. Tani, në vend që ne të ndërtojmë, pra, vendet e botës së varfër, çfarë kanë me shumicë ata dhe që konkurrojnë vendet e pasura? Kanë burimet njerëzore. Atëherë, ti arkitektët i ke rregull. Atëherë, këtu është luksi yt. Ti përdor këta, çoj këta pastaj me ndërtesa që të arrijnë në nivel që të ti marri ty bota jashtë. Dhe këtu ke prodhuar vlerë të shtuar për Shqipërinë ti, ke prodhuar ekonomi që po sjell lek. Kurse ti çfarë bën? Ti po jep lek atyre. Unë nuk jam kundra, le të fitoj projekte më i mirë. Po bëje konkurs të hapur ti. Ai nuk bën konkurse të hapura. Ai bën me emërim e pe atë tavolinën qesharake të 150 arkitektëve. Pra, atje ishte kryeministri që kishte mbledhur një rreth, kishte thirrur, pra, nuk është se edhe ajo prap, nuk është se bëhet që kush ka dëshirë të vijë, jo, ka thirrur X persona, i ka ftuar dhe u ka thënë që ju do jeni arkitektë privilegjuar që do punoni për projekte që do bën në Shqipëri. Dhe mbaroj, mohabeti është këtu. Në qoftë se me fonde publike, po dhe me fondet private, prapa i po i drejton, sepse i jep lejen dhe i thot do ta bëj filani prap, siç kanë dalë nga përgjime nëpër median. Por është e thjeshtë pra, në qoftë se ti mua më intereson për interese publik, për private bëj çfarë doj. Por në qoftë se do bësh parkun e besimit për shembull. Dhe kush më mirë se shqiptarët që kanë disa besime mund ta bëj. Para se të kalojmë tek se aty ka dhe një argument që më ngric, më thënë ti lë spitale va bër, lë shkolla va bër, lë vepra me vërtet me interes emergjent për publikun dhe vetëm investon më në park besimi, pra në turizëm fetar, turizëm themi të propaganduar, sepse do të parë realisht çfarë prodhon ajo pastaj. Por ti tani më lë spitalet, më lë shkollat, pra po të marrë dy gjëra, më lë vepra madhore të infrastrukturës dhe më investoke. Kemi rrugën Lushnjë e Fier pa më kupton. Ditë aksident. Kështu që e parë nga kjo unë them që nuk e shikoj dhe këtu hyn themi një studim për gjithë Shqipërinë për nevojat që ka. Por e zëm që duhet bërë ai. Atëherë konkurs ndërkombëtar të hapur për ide, pra po koncept ide. Çfarë është ky? Është si fillim
ne themi, duam të bëjmë të zhvillojmë në këtë zonë një park besimi, duhet të ketë këto pika, këto kritere, këto kemi menduar ne se duan zhvilluar. Koncepti i ideve mund të jetë i hapur për të gjithë dhe për studion ndërkombëtare, por nëse ti do, mund ta bërë me disa faza. Po pra, ti mund ta bërë me disa faza. Bile, do të japësh hov studentëve, të rinjve që kanë mbaruar shkollën. Ti mund ta bërë dhe thua, unë marr shembullin e Italisë, bëshin shumë konkurse që thoshin vetëm për student. Luani ide. Po. Pastaj që ishin gjëra më të vogla, jo kaq të mëdha. Por kaq më të mëdha mund të ishte konkurs i hapur për arkitektët deri në këtë moshë, pra që i lejon të rriten dhe të marrin pjesë ata që janë më të rinj. Pra, se s'mund të vësh ti të konkurrojë një student dhe një studio e madhe njëkohësi. Por bëhet pikërisht për të nxitur këtë gjë. Konkursi nuk ka shpenzime shtetit, ka shpenzime që do punoj, dhe do marrë pjesë konkurs, kështu që nuk humbet asgjë shteti. Atëherë bëj konkursin ti. Në qoftë se këta nuk prodhuan diçka të mirë, atëherë në fazën e dytë e hap dhe për profesionistë me emër. A kupton? E ka vetë shteti, ai që bën, e ka në dorë dhe gurin dhe arrin i ka ai. Por ai fillon direkt duke emëruar, duke thirrur ata që duan. Tjetra, do ta bësh me profesionist, bëhet të hapur për profesionistë nga gjithë botë. Bëhet të hapur me ide, po flas si fillim. Dhe në moment që fiton ideja më e mirë, dhe këtë mund ta bësh shumë kollaj, pasi projektin për fazat e detajimit për këto, në qoftë se ajo studio që e ka projektuar nuk ka kapacitetin sepse do t'i duan shumë staf, atëherë ti këtë e kalon tek ata që janë më të specializuar se kanë shumë vite. Ama ajo që do japi emrin veprës, do jetë ideja, do jetë, sepse dikush parkun e besimit për shembull e mendon të zhvilluar si një ambient për shembull izolimi, që do thotë qytetari vetët e gjithë secili i fes mbyllet në ato kultin e vet, të shkëputur e zëm. Një tjetër arkitekt mund ta mendojë si diçka bashkuese. Pra, janë dy filozofi komplet ndryshme. Dhe kjo është ideja. Këtu fiton ideja, pra. Dhe idenë mund ta ketë dhe një arkitekt i vetëm, jo një grup i madh studie, dhe po del me këtë ide. Pasi u fitua kjo si ide, le ta zbërthejnë dhe ta zbotojnë një staf më i specializuar, që mund ta justifikojë vësej, që të thojë që po, ne duam më tepër lek për këtë fazë. Ama ti kështu ke krijuar një motor idesh, një motor krijimtarie që vën punë krijimtarin, nuk vën punë vetëm nuk vën punë vetëm themi propagandën dhe interesin e ndërprerjes ekonomik që kanë të gjitha ato biznese fuqishme të lidhura me këto zhvillime dhe qeveria.